Përshëndetje, ku jemi këtu me një temë shumë të rëndësishme, një temë ku ndikimet dhe mundësitë që na jepen. Kemi hënën e plot, hënën e dytë të këtij viti për 2026 në muajin shkurt, ku ka vendimet dhe ndryshimet në një ndikim shumë të madh që do të thotë luanin përballë ujorit, pra në aksin luan ujor. Që do thotë ndryshime, do thotë mundësi, do thotë vazhdimsi. Por në fakt çfarë dhe si ndikohen shenjat, por dhe përfitimet që kanë bëjnë këto shenja. Në fakt, më datën 1 shkurt, rreth orës 22:10, ku hëna e dytë e plot e vitit e njohur tradicionalisht si hëna e dëborës, ndriçon qiellin dhe na jep mundësinë, na jep rëndësinë, kohën për sa i përket asaj çka neve jemi. Është folur dhe stërfolur shumë kur kemi hënën e re, kur kemi hënën e plot. Mirë po, kjo hënë e plot është ndryshe nga hënët e tjera. Shtrohet pyetja, a jemi vërtet të lidhur me hënën? Kjo mund të duket si një absurditet astrologjik disave, por nëse marrin parasysh se edhe shkencëtarët kanë vërtetuar se hëna e plot ndikon në cilësinë dhe sasinë e gjumit tonë, atëherë mund të pranojmë se po, jemi lidhur me hënën edhe nëse nuk e kuptojmë. Dhe ky është padyshim një koncept nga kohrat e lashta, pasi energjia jonë është përshtatur disi dhe me energjinë e universit, sado abstrakte që mund të tigullojë kjo. Sidomos duke pasur parasysh që hëna ndikon në emocionet tona dhe pasqyron veten tonë të vërtet. Kjo është një arsye pse do të ishte një ide e mirë të zbulonit dhe ku ndodhet hëna juaj në hartën tuaj personale astrologjike. Çdo fazë ndryshme në ciklit hënor është ideale për praktika të ndryshme çdo herë. Për shembull, hëna e re vepron si një mundësi ideale për manifestime dhe fillime të reja pune, lidhje, bisedime, çështje konkrete që kanë të bëjnë. Dhe në anën tjetër, çfarë duhet dhe nuk duhet të bëni me hënën e plot? Që të kuptojmë disi pak astrologji dhe të futemi pak në natyrën tonë dhe të mirat dhe përfitimet që kemi nga hëna e plot apo hëna e re dhe ndikimet që kanë të bëjnë në këtë aspekt. Sinkronizimi i vetes me ritmet e natyrës dhe në këtë rast në fazën e hënës mund të ndihmojë të përcaktojmë përparësitë dhe kujdesin për veten, të zhytemi në emocionet tona më të thella dhe të ndjehemi të frymëzuar nga krijues dhe të kuptojmë veten më thellë. Por çfarë nuk duhet të bëjmë me këtë hënë të plot? Ne kemi atë që kemi, atë që duam dhe atë që themi. Mos kërkoni që të bëni fillime të reja kur kemi hënën e plot. E kemi thënë dhe themi gjithmonë këtë gjë. Kjo është një kohë ideale për të shliruar gjërat dhe energjitë, për të lejuar në situata të përfundojnë dhe të rikthehen në gjendjen e tyre të mëparshme, për të arritur një mbyllje shumë të nevojshme. Është një kohë kur fillimet e reja nuk luzojnë aq shumë, pasi ato që do të kemi vrullin mund të kërkojmë në kohën që ne dua. Në këtë periudhë neve çfarë bëjmë? Mbyllim çështjet e së shkuarës, kur e them gjithmonë. Mund të jesh mjaft ndikues gjatë hënës plot, duke parë më nga afër zakonet e njerëzve, taktikat, besimin që duhet të heqësh dorë për të arritur në nivele më të larta dhe për të dëshiruar. Por sa më të sinqert të jesh me veten, aq më mirë do shkojnë të gjithë nga ky çlirim i dëshiruar, dashuruar dhe ndikime të mëdha në këtë hënë të plot. Ndikimet që kanë të bëjnë në raste konkret, për shembull, mos filloni diskutime të nxehta, debate të rëndësishme, të rëndësishme ose pa rëndësishme pak rëndësi ka, debate nuk duhet të bëjmë, sepse na prish disa ekuilibra që neve mezi i kemi ndërtuar. Mosmarrveshjet kanë shumë tepër jasa të ndodhin gjatë ditëve të ndikuara nga hëna e plot. Kështu që është mirë që të shmangim diskutimet e nxehta që mund të shpërqendrohen lehtësisht për shkak të energjisë së ditëve. Juve më keni dëgjuar në televizione, më keni dëgjuar në ekrane që kur kemi hënën e plot ose hënën e re është 3 ditë plus minus. Pra 3 ditë para. Në datën 1 të orës 22 në darke dhe të ndikimit të dielës dhe të hënës pastaj të datës 2, ka ndikimin e vet pastaj që mund të shkojnë 3 ditë, mund kemi mundësinë për të zgjidhur çështjet. Mendoj si një mbrojtje e vërtet të vetes
nga të qenit në një pozicion veçanërisht të vështirë dhe të sikletshëm. Nëse ka ndonjë burim tensioni, lëreni më një anë përkohësisht dhe mund të ktheheni në një ndikim tjetër më të qartë dhe më të qetë në hapësirë ku ndryshe do të ndikojnë mbas 3 ditëve, sepse është mundësia dhe momenti më i mirë dhe më perfekt. Ndikimi që ka të bëjnë në anën tjetër, mos i detyro situatat të agravohen, ose e dua tani dhe pikë. Rishikoni një herë se si mund të jeni sa më të përgatitur për të përfituar nga ajo që juve keni. Energjia e hënës plot zakonisht zgjat rreth 2 javë, sepse kemi 14 ditë dhe 28, se është cikli hënor. Por këto 2 javë, 14 ditë, është periudha kohore që do të ishte dobishme për të praktikuar durimin tuaj. Dhe nëse në përgjithësi është mjaft e vështirë për ju të gjeni atë që juve kërkoni, pikën më të mirë të mundshme, shmangni shtyret e situatave, nxitimi dhe padurimi, pritjet e rezultateve të mënjëhershme. Është mirë të përqendroni në energjinë tuaj, në qëllimin që keni menjëherë pas hënës së plot, dhe të vazhdoni të punoni për arritjet e tyre. Sepse atje fjale e urtë që thonë, ose kuptojnë, Roma nuk u ndërtua në një ditë. Nëse do ishte gabim ta thonim. Kjo do thotë do kohën e vet çdo gjë. Dhe ajo që është më kryesorja, dëgjoni me kujdes. Duhet të jemi me këmbë në tokë. Këto ditë të rëndësishme që çojnë që hëna e plot që mund t'ju bëj më të mërzitshëm, të ndjeshëm dhe dukshëm paksa të rrëmbyer nga ajo që doni të bëni. Kjo mund të funksionojë në favorin tuaj nëse do t'i përdorni këto ditë për të ndaluar dhe të pyeturi veten pse ndiheni ashtu dhe siç shiheni fizikisht ashtu dhe emocionalisht. Mund ta rishqyrtoni karrierën tuaj, marrëdhëniet tuaja, njerëzit tuaj dhe ndërkohë të qëndroni të qëndrueshëm dhe të sigurt në një ndikim të brendshëm tuaj për përfitime dhe është një mundësi për të parë brenda vetes suaj. Ndikimi më i mirë që ka të bëjnë dhe çështjet që lidhen më tepër në hënë të plot. Nëse neve duam të blejmë një makinë, nëse neve duam të blejmë një pasuri të paluajtshme, është mirë të bisedojmë jo ta blejmë. Nuk ka fundi botës se për 14 ditë juve X apo Y, sepse marketingu ka të bëjnë shumë dhe është si të marrë ato çka të marri dhe ju në fund të mos jetë e vërteta ajo që juve keni marrë. Ata ju ofrojnë, por juve duhet jeni të përgatitur për ta marrë. Atëherë, kur kemi hënën e plot, shikojmë më mirë, i studiojmë gjërat më mirë. Motoja është eci avash sepse nxitojnë në atë aspekt. Prandaj kërkohet kujdes, prandaj kërkohet vëmendje, që në hënë të re bëjmë blerjen e duhur. Por gjithçka neve duam, dash makinë, pasuri, apo. Po të vini re juve, mund ta themi shkarazi ashtu, momentale, sekondare, që çfarë ka ndodhur sepse çdo muaj kemi 2 hënë, një hënë e re, një hënë e plot. Shikojeni në hënën e re çfarë ka ndodhur dhe në hënën e plot çfarë ka ndodhur. Do të gjeni vetë përgjigjen, sa ta thotë Jorgo këtu. Prandaj do t'i ndajmë disi. E dyta, sinkronizohuni me natyrën. Ço thotë sinkronizoni. Sinkronizimi të qenit të rrethuar nga natyra ka një efekt qetësues në mendjen dhe trupin ton. Sidomos në ditët e hënës së plot, ajo mund të ndihmojë të qetësoni në emocione, shqetësime dhe pasiguria, ose të ofrojë një ndjenjë shumë të nevojshme qartësie në lidhje me pyetjet që mund të keni në jetën tuaj. Kalimi i kohës së natyrës është një terapi më vete. Prandaj jeni në një vend si prandetit, në shtëpi, në një vend të qetë dhe në heshtje, disa minuta ose të pini një kafe pa sheqer, që them unë. Nuk e them thjesht pa sheqer kur më dëgjoni nëpër televizion, sepse do qetësin, do dhe atë çka unë e mendoj, sepse gjykoj këtë për veten time. Nëse të tjerët e duan ndryshe, pak rëndësi ka. Rëndësi ka personi, individi, që merret dhe do dhe kërkon në këtë aspekt që kërkon. Dhe e treta, mbyllni frontet e hapura. Mbyllni çështjet e së kaluar si të hiqni një herë mirë. Që kur vjen hëna e re, ju jep 2 fish mundësi.
Por nëse lënë bazdore, po mirë më Jorgo, kur kemi një kredi ose kemi një problem ekonomik ose kemi si ta mbyllim. Jo, bisedohet. Dhe e ke të mbyllur si çështje në bisedimin që ke bërë dhe e ke mjaft të ndikuar dhe pozitivisht në anën tënde. Shikojeni hënën e plot si mbylljen dhe përfundimin e një cikli. Është pika ideale që shumë gjëra të vogla apo të mëdha të marrin fund. Detyrimet që keni shtyr vazhdimisht, shënimet në listën tuaj të punëve, pasigurit që vinë nga e kaluara, projektet që janë braktisur për një kohë të gjatë. Ka ardhur koha të jepni fund një gjëje që ka mbetur, një çështje e hapur, prandaj jepni vetes një pushim dhe do të jeni krenar që të arrini të sillni gjithçka në ekuilibër. Dhe kjo do të thotë mirë është edhe ndikimi më i madh i fundit është pastroni hapësirën tuaj fizike. Tregoni mirënjohje, ushqeni shëndetshëm. Shkruani në ditarin tuaj atë çka keni, planet që keni. Kur them unë merrni një letër, merrni dhe një laps për të shkruar gjërat e juaja. Kjo dikush tjetër e bën pastaj nëse juve e harroni ose njerëzit jemi dhe harrojmë. Që të kuptojmë diçka. Ose shenjat që ndikohen ose kanë ndikimin ose viktimizohen ose viktimizohen. Ç'është viktimizimi, sepse disa shenja mund të duken por nuk janë në atë formë, por për arsye të familjes, për arsye se në një radio që e dëgjoni, keni dëgjuar për viktimizimin që them unë, por nuk ka lidhje. Viktimizimi nuk do të thotë që është viktim, bën viktimën. Që ta kuptoni një herë mirë këtë, sepse po shkruani që nuk është kështu për ujori mëse bësh e fjalë. Jo, por nuk është kjo, është tjetër gjë. Për sa i përket asaj bën viktimën në lidhje me kuptimin e fjalës, nuk është për të keq, sepse një herë mund të shpërthej robi edhe të ta lër fare një dashuri. Jo, e lë, dakord, por vetveten e vet në brendësi, ai tjetri do të thotë, përse keni përballë juve që me të vërtet po, pas një të drejtë, dhe të kërkon të drejtë të tjetrit, jo ti vet. Sepse ai e ka problemin, jo ti. Ti është më mirë të tërhiqesh. Pra, të tërhiqesh më thotë dhe viktimizim, mund thotë edhe të durosh, durimi, jo viktimizimi. Pra, janë disa gjëra, por meqense njerëzit e kuptojnë ndryshe, s'ka pse ti them, ishte për çështjen e ujorit, prandaj mos e merrni për të mirëqenë gjëra të tilla. Tani, çfarë ndodh me hënën e plot të muajit shkurt? Sepse ka dhe ndikime shumë të mëdha, por po do thoshë për përfitimet që kanë më shumë dhe kush ndikohen më shumë, përsa përket në këta shenja kemi një ndikim shumë të madh, kur kemi hënën dhe ndikimi në luan, dhe në aksin luan ujor, është gjëja më fantastike dhe është gjëja më pozitive e qenë ndonjëherë në lidhje me këto çështje, pra në lidhje me këto ndikime kaq të mëdha që kemi dhe çështje që janë prezente. Në aksin luan ujor, e imagjinoni çfarë ndodh, dhe tre shenjat që janë më të ndikuara, më pozitive që do thoni juve po një për shenjat e tjera çfarë ndodh. Është njësoj që të thoni që këto tre shenja do përfitojnë në këtë hënë të plot, nuk do kenë probleme. Kur nuk lidhet kështu. Por këto tre shenja kanë shumë planete në kohën që ndodh kjo hënë e plot. Dhe kjo do të thotë tre shenja që kanë ndikimin më të madh, sepse kanë dashi, luani dhe akrepët. Sepse data 1 shkurt, afërsisht në orën 22, hëna e dytë e plot e vitit, dhe hëna e dëborës, ndryshon qiellin dhe fuqinë. Energjia e saj ndihet në ditët si paraprin të zgjat deri në ditën tjetër, prandaj nuk është për të habitur që kjo ngjarje astrologjike zgjon emocione të forta dhe na motivon të veprojmë. Ndërsa afërdita, Mërkuri, Dielli në ujor, na shtyn të planifikojmë, të mendojmë dhe të distancohemi nga problematika të ndryshme. Hëna e plot në luan na bën thirrje që më në fund të ndërmarrim veprime të guximshme. Vetbesimi dhe nevoja për të parë që janë në qendër të vëmendjes gjithçka. Për këto tre shenja, kjo hënë shënon një pikë kthese të rëndësishme në jetën e tyre. Hëna e plot e shkurtit në ndikimin e dashit. Po çfarë ndodh te dashi? Energjia e zjarrt e luanit që rrit entuziazmin, natyrën, veprimin, ndërsa emocionet që ekzistojnë. Dashi, që ka të bëjë shenjës së dashit, është një mundësi dhe një moment
që mund të thoni po një mundësie në punë ose jo. Diçka e që kufizon. Motoja e dashit është më mirë i guximshëm se sa i rehatshëm. Kuptojeni. Mos më keq kuptoni siç keq kuptuar tek ujori viktimizimi. Duke marrë parasysh energjinë e hënës së plot që ju mbështet. Kjo është mundësia dhe ndikimi që ka të bëjnë dashi, është forca dhe identiteti. Shkojmë tek një shenjë tjetër, tek shenja e ndryshimeve, tek shenja e mundësive, tek shenja e vazhdimësisë, që do të thotë shenja e demit. Dhe në dashur, nëse në proporcion ose në atë se si mund të vinë gjërat nëse dojmë për llogaritje, po është një mundësi shumë e mirë mbi qartësinë e punës dhe të karrierës, sepse lidhet shumë edhe me disa ndryshime, disa vendime shumë të rëndësishme ku gjërat në lidhje me punë, lidhje me karrierën, ka një mundësi shumë të mirë në pozicionimin e planeteve, në pozicionimin e gjërave të mëdha që do lidhen në fushën e karrierës dhe në fushën e biznesit. Në çështjet shpirtërore, duket se me shigjetar dhe virgjëresh ka një mundësi të mirë për sa përket bisedimeve që mund të bëjnë. Nuk përjashtohet mundësia të jetë një lidhje afatgjat dhe në përfundim në martesë. Sepse disa gjëra lidhen në kohën e duhur, në momentin e duhur. Pikërisht duke filluar nga data 1, sepse atëhere nisen gjërat konkrete nga 1 në darke, orës 22, që fillon hëna e plot, dhe të ditës së nesërme, të ditës së hënë të datës 2, ku shumë gjëra do të ndryshojnë, shumë gjëra arrihen fal garancisë dhe suksesit që njerëzit kanë dhe arrin për të motivuar dhe rregulluar gjërat e tyre. Edhe pse një gabim që mund të jetë bërë, mund të ndreqet me këtë hënë të plot në shenjën e ndikimit të madh në shenjën e luanëve. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Binjakët e dashur, duket se pikërisht ka një motiv, ka një mundësi, ka një ndikim që juve mund të shikoni dhe rishikoni çfarë ndodh tek binjakët dhe ku binjakët bashkohen dhe ku binjakët në lidhje me punën dhe karrierën e tyre rregullohen. Rregulli dhe mundësia, koha dhe rëndësia kanë të bëjnë shumë për sa përket binjakëve në fusha të ndryshme të jetës, në fusha të ndryshme të punës dhe të karrierës, sepse është karriera, sepse është ajo çka kemi dhe mundësinë që na jepet në çdo drejtim dhe në çdo fushë. Mundësi të mëdha që lidhen shumë me karakterin tuaj, si binjak që jeni, në pikërisht në këtë hënë të plot, mundoni që të rregulloni gjërat siç dëshironi, me një mundësi dhe kohë që juve ju kërkohet. Edhe pse disa problematika që keni, mundoni, telefononi dhe është më mirë se sa të lini në hije diçka që nuk e keni dhe mund të merrni përsipër, sepse jeni sipërmarrës të gjithçkaje në fushat të ndryshme të punës dhe të karrierës suaj. Në dashuri, edhe pse me peshk dhe me virgjëresh, ka diçka shumë të madhe. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, të shkojmë tek shenja ku guvernatori, që është hëna në një shenjë zjarri që është në luan, që janë gaforet. Gaforet dashura, arsyeja, mundësia, koha, përfitimi, ndryshimi dhe definitive ajo është puna dhe një çështje problematike që keni pasur para 2 muajve e zgjidhni pikërisht tani. Gaforja gjithmonë është në koherent me kohën, është në koherent me mundësitë dhe periudhën. Periudha kur ndodhin fenomenet, periudha kur ka të bëjnë me anën ekonomike, ka të bëjnë me kohën e duhur, sepse gjithmonë janë në anën e tyre, edhe pse kanë pasur probleme ose gjëra të ndryshme në lidhje me punën, në lidhje me anën ekonomike financiare, në lidhje me një takim që mund të bëni, takim shumë të rëndësishëm, bëjeni, miqtemi, sepse pikërisht guvernatori juaj në një shenjë zjarri bën çuditëra dhe ju jep mundësi në zgjidhje të problematikave të ndryshme, në problematikat nga më të zjarrta që juve keni pasur dhe keni, është një moment mjaft i mirë tani për të
stabilizuar dhe për të arritur qëllimit tuaj në këto fusha ku është dhe koha momenti me fat, do ta thosha, dhe më ndryshe nga të tjerët, sepse periudha që ndikohet, koha që juve ju jepet, është mundësia më e artë dhe më e mira e mundshme. Në çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë, ndryshimi që është, ka të bëjnë shumë me dash dhe me akrep të dhjetëçit të tretë, ku është dhe mundësia çështje të rëndësishme që japin zgjidhje në kohën e duhur dhe në momentin e duhur që juve keni për sa përket kësaj hëne të plot me ndikime dhe mundësi të arta që vi. Në fakt, një problem që keni pasur me një dem të dhjetëçit të tretë, mirë është që tani ta rishikoni. Erdhi momenti që të shikoni se çfarë do bëni ka forë dashura me këtë shenjë të demit ku keni pasur shumë probleme, por zgjidheni pikërisht tani. Do shkojmë tek shenjë tjetër tani, tek shenja e ditës para përfitimi në klubin e përfituesve të mëdhenj. Që kanë bënë që këta janë luanët. Luanët kanë një mundësi, kanë një ndikim shumë të madh dhe pra tre shenjat që përfitojnë në këtë hënë të plot, siç e thash, dashi, luani dhe akrepët, por luanët mund të flasë gjatë gjithë ditës sot, ku koha juaj ka ardhur, hëna e plot në shenjën tuaj vepron si një dritë projektorësh, si një dritë që jo vetëm përthith errësirën dhe jep dritën e madhe dhe rrezaton për atë çka dëshiron dhe i arrit qëllimit. Lidhja me përshtatjen, sepse viti 2026 nuk fshiheni pas pritjeve apo idealeve, por juve ndiqni rrugën tuaj, qoftë në punë, në një marrëdhënie apo qëllime personale. Merrni një vendim që ju bën të dukshëm dhe guximi juaj qëndron në mbrojtjet e vetes, pa pasur nevojë të shpjegoni të tjerëve ose të justifikoni veten. Pra, disa gjëra është guximi që juve keni. Është momenti që juve e nisni. Dhe kjo do të thotë mundësi tani, ju do të thotë kohë, do të thotë vendime dhe ndryshime të mëdha që vinë në andresën tuaj, luan të dashur, prandaj bini pas, sepse kjo hënë e plot në shenjën tuaj sot ka të bëjnë shumë me të ardhmen e afërt në 3 muaj që do vinë, do më kujtoni, ka të bëjnë diçka shumë të madhe dhe një moment mjaft korrekt nga ana juaj, për sa i përket asaj çka jeni, asaj çka keni dhe çfarë doni të bëni. Sepse vendimet që merren, koha që juve keni, është më e mira e mundshme që ndonjëherë. Në fushën e punës suaj, në fushën e mbylljeve të cikleve të problematikave të ndryshme dhe momenteve të arta që vinë tani tutje. Në çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, nuk diskutohet që kjo hënë e plot ndodh në aksin tuaj, kë keni përballë ujorin, shenjën e pozicionit të planeteve, shenjën e ndryshimeve dhe shenjën e kuptimit. Dhe shenja e ujorit asnjëherë nuk debaton me njerëz që kupton, por rrezaton, vepron në atë që ata vërtet realizojnë. Për juve, një bashkim i tillë është më së mundur. Në lidhje me një ndarje që keni pasur me dashur e dhjetëçit të dytë, është momenti juaj tani që juve të rishikoni çfarë do të bëni. Shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek Virgjëresha. Virgjëresha dashura duket se pikërisht ky moment që keni tani është një moment që vërtet një moment që lidh të sotmen me të ardhmen. Ndikohet shumë e ardhmja që është sot, për sa përket punës të Virgjëresha dashura, për sa përket asaj çka jeni, sepse është momenti juaj, është periudha ku ju jep kaq mundësi dhe rëndësi në atë që juve doni të bëni, në atë që juve kërkoni, dhe vërtet është një mundësi shumë e artë në lidhje me takime, në lidhje me vendime shumë të rëndësishme. Dhe kjo periudhë është e juaja. Dhe studiojeni për të vepruar në kohën e duhur, për të vepruar siç juve e kërkoni dhe e stabilizoni. Stabilizimi juaj dhe çështjet konkrete që juve keni është një mundësi shumë e artë. Është një mundësi që ndikimi më i madh dhe koha e duhur që është për juve, që është stabilizimi dhe është mundësia
dhe veprimet që do të bëni në kohën e duhur. Prandaj jeni në këtu ku jeni. U jepet mundësia, periudha që ndodhin fenomenet. Mos mu shqetësoni fare. Çdo gjë e keni në dorë ju. Çdo gjë është e afirmuar për punë, për çështjet që lidhen me karrierën, lidhen me atë çka juve doni që ti stabilizoni gjithmonë. Këtë periudhë pra është periudha juaj. Kjo periudhë është më e mira që juve e stabilizoni dhe do të ndryshoni gjithçka keni në anën tuaj, në jetën tuaj. Megjithatë, këto janë ato që keni në anën biznesit tuaj. Në dashuri, duket se me peshk të ediçit parë, me gaforet të ediçit tretë, përgatituni sepse është koha juaj, është emocioni juaj dhe e ardhmja juaj. Bisedojini. Hëna e plot është për bisedime, jo për të marrë vendime, jo për shkëmbime unazash apo ku diun. Sepse të arrini në shkëmbime unazash duhet dhe ja 3 muaj. Që të kuptoni ku jeni dhe ku doni të shkoni. Dhe mundësi që keni, vëzhgjesht të dashura, vini pas, do më kujtoni, sidomos bashkëpunime me akrep, ose me gafore, ose dashuri me dash dhe akrep të ediçit të tretë, është momenti juaj. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot peshorja. Çfarë ndodh me peshorët dhe ku peshorët kanë atë vullnetin, kanë mundësinë dhe çështjet e rëndësishme që lidhen në kohën e duhur, në momentin e duhur. Është një moment mjaft pozitiv në lidhje të kohës, të problematikave të ndryshme që juve keni, por gjithashtu është një moment shumë i mirë mbi stabilizimin, mbi konkretizimin e lidhjeve dhe gjërave të qarta mbi jetën tuaj, mbi atë që juve e kërkoni dhe e dëshironi dhe adhuroni në një farë mënyre, mbi takimet dhe çështjet jo spontane, sepse juve keni çështjet nga më të mirat mundshme për të zgjidhur çdo gjë në fushën e biznesit, në fushën e karrierës suaj, në fushën e mundësive të arta që keni. Dhe është një moment mjaft i mirë, sepse stabilizimi, vazhdimësia, korrektësia e keni juve dhe është momenti i artë në këtë drejtim. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me gafore, kanë të bëjnë me ujorët e ediçit tretë, është mundësia më e mirë e mundshme e çdonjëherë. Vijojmë tek shenja e radhës, tek shenja e klubit përfitues, të 3 shenjave pra, si tham që këto janë akripët. Akripët pra, ndikimi më i madh nga këto 3 shenja, siç është dashi, luani dhe juve, sepse keni akripët, pse këto shenja pra janë të parët në anën e tyre. Gjitha shenjat përfitojnë, siç e shihni edhe vetë, po ajo që unë e them dhe them të madhe për 1000 arsye, ku planetet ndikohen në këto shenja. Mund të ishin edhe shenjat e tjera, sepse gjatë ditëve ndryshojnë. Pse mund të hëna tani është në luan, më datën 3, 4, pastaj vetëm në shenjë tjetër. Edhe kështu me radhë, sepse nuk mundet të shkon virgje, shkon 2 ditë e gjysmë bën ndryshimin. Por gjithsesi, akripët me diellin, mërkurin, afërditën që ka mundësinë, rrezaton, ndryshon dhe jep disa ndikime shumë të mëdha në fusha të ndryshme, keni aftësitë për të rindur, analizuar dhe planifikuar. Megjithatë, hëna e plot në luan ju bën thirrje që të lini emocionet tuaja të dalin në sipërfaqe dhe më pas të ndërmerrni veprime. Ju merrni një vendim që mund të mos jetë plotësisht logjik, por është absolutisht i vërtet. Mund të nënkuptojmë, të tregoni hapur se si ndjeni, ose të zgjidhni një rrugë që nuk shpjegohet lehtë, por që ju bën të ndjeni mirë dhe të keni arritur në finish pa u kuptuar. Si bëhet kjo? Nëse nuk e flasim jashtë kuintave, nuk e flasim jashtë mureve të shtëpisë, çfarë bisedojmë këtu, po keni arritur në finish. Sepse çdo gjëra, çdo çështje, çdo mundësi që ju jepen, në disa çështje të rëndësishme mund keni probleme nga më të ndryshmet, por disa gjëra janë mjaft pikante, siç është ajo që unë duhet ta them, po më duket se nuk duhet ma marrë vesh dikush. Jo, e thua sepse je i sigurt e ke të realizuar. Kur e ke realizuar e thua që ç'ke me te. Dhe nuk e lejon tjetrin, ose ke diçka
që akrepët e kanë këtë, ka një biznes dhe ka një punonjës ose një person që punon për ta. Dhe ku vjen puna dhe duke e ruajtur mirë mënyra e akrepit, edhe thot më jep xhiron sa është bërë në këtë javë. Dhe thot që unë kam bërë 5 lek. Në një kohë që ka bërë 15 lek, 10 lek, dhe i thot me lezet, sepse e di sa lek janë futur në ark. Dhe i thot mundohet ma plotësosh të 5 ma bësh 15. Nuk i thot arsyen pse. Dhe duke e llogaritur dhe ai e di vetë sa ka marr, nuk po të them gjë, thot akrepi, se ke pas hall duke se ke marr. Por vërit e vendi që të vazhdojmë, që të ndryshojmë disi. Dhe nëse e kupton personi, e bën mik, por nëse nuk e kupton dhe hidhet e spërdridhet, jo vetëm që nuk është në punë, por paguan 5 fishit. Prandaj themi gjithmonë që është ajo e para, që është ajo me këmbë tokë, dhe ruajtja e sekretit vetvetes tënde nga të tretët dhe stabilizimi i punës së ardhmes. Pra akrepi me hënën e plot do mësoj shumë gjëra, mëson shumë gjëra dhe është gati të përgatitet për gjërave të mëdha, përgatitet për çështjet më të mëdha madhore që mund të ketë dhe shumë gjëra të tjera ku lidhen në këtë aspekt. Mënyra se si vinë dhe koha ku tregohen shumë çështje të vështira i realizon më mirë dhe i mbyll një herë mirë shumë lehtë me këtë hënë të plot. Dashuria, duket se me dëmtë dhe diqit parë, ujorët dhe diqit tretë dhe me luantë dhe diqit të dytë, ka diçka surprizuese. Prandaj bini pas, sepse do më kujtoni, ka diçka shumë të mirë në të aspekt. Do vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek shenjë zjarri, ku mund të mungoj, si mund të mungoj në klubin e përfituesve, që këta janë shigjetarët. Shigjetarët dashur, shigjetarët e diqit të tretë sidomos, kanë një mundësi mjaft të mirë në lidhje me punën, në lidhje me korektësinë, karrierën dhe vendimet që merren tani e tutje. Ka diçka shumë të madhe në anën që pozicionimin e planeteve ose periudhën që ndodhin fenomenet e çështjeve të mëdha, ka diçka që mund të keni dhe mundësitë që ju jepen tani e tutje, dhe kjo do të thotë që është një ndryshim shumë i mirë në lidhje me punën aktuale, në lidhje me disa vendime që mund të merrni, disa vendime që janë madje është periudha, është koha, është mundësia dhe momenti i duhur mbi stabilizimin, mbi punën, mbi karrierën, mbi atë çka jemi dhe kemi, dhe të gjitha këto përbëjnë një hall kryesore të financave, të punës, të karrierës, të ndryshimit të madh që mund vinë nga njëra anën tjetrën, dhe kjo do të thotë është mundësi dhe do të thotë një çështje që ka rëndësi në anën e vet dhe momentet e duhura në çështjet ekonomike financiare, sepse do të zgjidhni shumë çështje problematike. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me virgjëresh dhe me binjakët e diçit të parë, është një mundësi e artë, sepse zgjidhni çështje problematike, zgjidhni gjëra që do të bëni dhe koha ka treguar që është një moment mjaft i mirë, është një moment që kryeson, rrezaton në rregulla të ndryshme të financave dhe të gjërave të tjera që do të keni tani tutje, ku çdo gjë mund të zgjidhet në bazë të dhënave dhe të ndikimeve të mëdha që keni në fushën e karrierës suaj dhe në fushën e dashurisë. Prandaj kjo është diçka shumë e madhe që juve mund të keni në lidhje me anën e dashurisë. Një bashkim familjar, nuk e diskutoj, që mund të bisedohet, që do të jetë me virgjëresht edhe diçit parë, edhe pse keni pasur probleme në një kohë më përpara. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë toke tani, do shkojmë tek britsjapët. Për sa i përket britsjapët duket se me këtë hënë të plot arrin që të dinë ose të kufizojnë problemet të ndryshme dhe kohën e duhur mbi çështjet që lidhen me ekonominë, mbi çështjet që lidhen me dashurinë e vërtetë, sepse ndryshe neve mund themi ose mund të arrim në lidhje me anën ekonomike financiare, të arrim me punën tonë, me ndryshimin tonë, por gjithashtu është një moment mjaft i mirë surprizues për sa përket britsjapëve, sepse britsjapët kanë pasur disa probleme nga e kaluara,
por kanë zgjidhur tani e tutje, sepse zgjidhja madhore që kanë bënë dhe momenti më i mirë i mundshëm, që ka qenë në një farë mënyre në kohën e duhur, koherent me ekonominë, koherent me punën, me stabilizimin, me përfaqësimin e gjërave të ekonomisë, por është një mundësi shumë e mirë tani e tutje dhe kjo bën që kjo periudhë të arrini majat në lidhje me takime pune, në lidhje me disa ndryshime të mëdha që do të keni për britqapët edhe ligjit të tretë, çështjet ligjore marrin fund. Ja pra, kjo hën e plot ju ndihmon dhe ju jep mundësi për sa i përket zgjidhjeve, për sa i përket problematikave, për sa i përket anës e financave, të ekonomisë, të ndryshimit të madh që vjen nga ndonjëherë, por është edhe ajo që është ana tjetër e kuptimit, ana tjetër e jetës, e favorizimeve që lidhen dhe jo vetëm. Por gjithsesi, kjo periudhë është periudha mjaft e mirë dhe tepër pozitive. Megjithatë, ajo që do të keni mundësi që jepen dhe kohën tuaj është një moment mjaft korrekt dhe tepër pozitiv në disa ndryshime shumë të mëdha që do të keni, por gjithashtu ka të bëjnë me ekonominë dhe bisedimet që do të keni në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, në lidhje me disa vendime të rëndësishme. Këto janë vendime që jo vetëm se do të keni mundësinë për zgjidhur çështje të pazgjidhura, por dhe momentin e duhur për sa përket një takimi mjaft të rëndësishëm financiar dhe bisedime në lidhje me anën ekonomike financiare, lidhje me disa gjëra të tjera, do të shikoni dhe vetë sepse do të zgjidhen aty ku dëshironi juve, por në fushën e biznesit ose keni disa parat pa marra ose të debatoni, bëni pa kujdes nëse keni mundësinë. T'jeni sa më të qetë në atë çka doni, të qartë në atë çka doni të thoni. Dhe kjo është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive në këtë drejtim. Gjithashtu, një dashuri e munguar që keni pasur ju me gafore, keni pasur me peshk, keni pasur me akrepët e diçit tret. Me akrepët e diçit tret duket se gjërat mund të jenë ndryshe ose mund ta kuptoni ndryshe në një farë mënyre, por është një moment mjaft i mirë tani e tutje ku gjërat do jenë në pozitivitetin tuaj, në momentin tuaj më të mirë të mundshëm të qenë ndonjëherë dhe periudha kur ndodhin këto fenomene. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek shenja përballë Luanit. Kush janë? Janë ujorët. Për ujorët të duket se mund të flasim në disa ndikime shumë të mëdha, në disa vendime që mund të merren, disa çështje që i keni, jeni përpara diçkaje shumë të madhe që juve e keni dhe mundësinë, por keni dhe kohën e duhur për stabilizuar anën financiare ekonomike dhe disa gjëra të tjera që keni lënë pas dore. Për 1000 arsye në anën tuaj, në pozicionimin e planeteve që kanë një ndikim shumë të mirë tani, në këtë periudhë, është periudha juaj që mund të rrezatoni dhe mund të keni mundësinë e zgjidhjeve të gjërave të mëdha, sidomos atyre të ekonomisë, të dashurisë sidomos. Do jetë shumë ideale, më shumë të dëgjoni se sa të flisni në këtë ditë, sepse gjithmonë ujorët kanë qenë dhe janë gjithmonë, jo se tërhiqen, kuptojeni se nga njerë dhe keq kuptojemi, njerëz jemi edhe keq kuptojemi, por nuk ka të bëjnë me viktimizim ujori, ka të bëjnë me mënyrën e tërheqjes, nuk kërkon debat, sepse dikush tjetër debaton dhe deli fituar në fund. Pra kjo kërkohet që po ta them, kuptoni diçka. Dhe kjo do të thotë që gjithmonë ujorët kanë shumë sfida por dalin të fituar, sepse flasin pak e dëgjojnë shumë. E kanë në historinë e tyre, e kanë në genin e tyre, në ADN-n e tyre. Dhe kjo është diçka shumë e madhe që lidhet me konkretisht me këtë gjë. Dhe mënyra se si juve i rregulloni gjërat, se si juve arrini aty ku dëshironi, sepse keni jo pak planete në shenjën tuaj, siç është Dielli, siç është Mërkuri, siç është Afrodita, siç është Marsi, që është një errall, Plutoni, gjithashtu. Pra të gjitha planetet janë shumë planete në shenjën tuaj ku ju jep mundësinë, ju jepet një mundësi e artë për zgjidhur problemet, për zgjidhur çështjet e pazgjidhura dhe bini pas miqtë e mi të shenjës së ujorit, vërtet jeni pak të ngarkuar këtë periudhë, nuk e diskutoj, nuk e vën dyshim, por kjo do t'ju ndihmojnë jashtë mase
për të zgjidhur çdo lloj problemi që keni pasur në kohën përpara dhe vjen ky moment pikërisht tani që ju ndihmon për të zgjidhur çështjet e pazgjidhura. Në çështjet shpirtërore, po, me luan të 10 diçit parë, me akrep të 10 diçit tret, me den të 10 diçit parë, është koha dhe është momenti më perfekt i qenë ndonjëherë. Do më kujtoni se do shikoni edhe vetë ku shumë gjëra kanë ndryshuar, shumë çështje kanë arritur aty ku duhet, sepse misioni juaj, periudha juaj, kur ndodhin fenomene të ndryshme, është një kohë e përshtatshme, sepse mbi përshtatshmërinë, mbi punën dhe karrierën, mbi ndryshimin dhe vendimin që merrni, është momenti më i mirë i mundshëm për të stabilizuar dhe ndryshuar ndikimin e madh që vjen drejt jush. Prandaj është një kohë që tani duhet të rishikoni, është rishikimi dhe ndikimi i madh që juve doni të hiqni qafet gjërat negative, çështjet që keni pasur problematike, i mbyllni dhe filloni një cikël të ri në fushën tuaj. Shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji ku 100% mundohet shumë dhe do të arrijë me çdo kusht planeve që ata kanë në mendjen e tyre, që këta janë shenjës së peshqeve. Peshë dashur, duket se Saturni në shenjën tuaj ka dhënë, jep dhe gjithmonë është një hap para asaj çka ndodh. E drejta juaj triumfon në lidhje me karmën tuaj, në lidhje me atë çka e kam jetuar, thoni juve, dhe kjo është një drejtë e madhe, vërtet e keni jetuar për një mijë arsye për sa përket asaj çka juve keni dhe mbi ndryshimet që bëhen në një farë mënyre, por edhe momentet që juve keni nga ana tjetër është periudha dhe koha më e mirë e mundshme mbi stabilizimin, mbi konkretizimin e një pune mjaft të rëndësishme, sepse marrja e vendimit, ndryshimin, kuptimin, jetën, vazhdimsinë është momenti më i mirë i mundshëm, prandaj bini pas, mos e lini pas dore për sa përket arsyes suaj, për sa përket punës dhe karrierës. Me ndryshimin e madh që vjen tani, duke pasur parasysh çështjet bankare, ekonomia, udhëtimet, bisedimet, çfarë keni bërë gabim në aplikime, çfarë nuk ju duhet më, e ndaloni këtu dhe pastroni gjithçka keni në vetveten tuaj, që jeni të pastër për të ardhmen e afërt, e do më kujtoni ka diçka shumë të madhe në këtë drejtim, këtë aspekt, dhe kjo është një periudhë që vërtet ndikohet, vërtet realizoni në anën më të mirë të mundshme të qenë ndonjëherë, sepse kur keni mundësinë, kur gjërat janë ashtu siç duhet dhe juve dëshironi, është e koha dhe implementimi ose mundësitë të arta që keni në anën tuaj, kur çdo gjë shkon bashkë, çdo gjë arrihet, është një sukses mjaft me garanci në anën tuaj, garanci në atë çka doni të bëni dhe fuqizimi, stabilizimi dhe konkretizimi i çdo gjëje që lidhet në anën tuaj. Prandaj është mundësia, prandaj e keni në kohën e duhur për gjërat që doni të bëni, por dhe momentet e tjera që lidhen tani e tutje. Është momenti dhe mundësia, sepse dy mundësi të arta që juve keni, është në momenti më i mirë i duhuri mbi gjërat që do të keni mundësi për të zgjidhur problemin tuaj ekonomiko-financiar, një kredi që akoma nuk është mbyllur për një arsye apo për tjetrën, por e mbyllni, kjo nuk ju penalizon fare, përkundazi nuk ju dëmton, por ju rregullon, sepse e dini, do jeni zgjidhje mbi problematikat që keni pasur, mbi çështjet që juve keni, dhe është momenti më i mirë i mundshëm tani në këtë periudhë, është momenti më i mirë i mundshëm në vazhdimsi të gjërave dhe të kohës juve keni, sepse është kjo kohë, është ky moment, prandaj bini pas, mos e lini pas dore, sepse lënia pas dore, të lë pas dore, o garantoj jo milion % për këtë gjëra, por është momenti më i mirë i mundshëm tani, sepse do e shikoni dhe vetë ku kjo periudhë është një periudhë e juaja, nuk e diskutoj për kohën, për momentin dhe gjëra që do të ndikojnë tani e tutje, ndikimi, pozitiviteti dhe arsyeja e një pune që do të keni, ose keni pasur debate në atë punë që keni qenë, po keni pasur, por ky moment është juaj për të zgjidhur gjithçka në lidhje me takime, në lidhje me vendime dhe mundësi të arta që vinë drejt shenjës suaj. Raste konkret pastaj, në lidhje me dashurinë, kemi të bëjmë me Bërëqap të 10 diçit të tret, Virgjëresht të 10 diçit parë që është perfekte, por Megafore. Pse jo? Megafore ka diçka shumë të madhe për të zgjidhur çështjet problematike, për të zgjidhur gjërat që juve keni pasur ose ke lënë pas dore, pak fjalë, por gjithsesi janë të zgjidhshme. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj hënë të plot, hënë
e dytë e vitit, por ndryshe nga hënët e tjera, sepse është koha dhe momenti për të bërë ndryshimin e madh dhe juve e keni. Dhe kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi. Bini pas gjërave që thash, sepse ka për t'ia vlerësuar. Por para se të mbyll emisionin me juve, unë ju rikujtoj dhe njëherë për të gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diaspor, dhe në kërkim të parashikimi të detajuar dhe një parashikim sekondar, momental, një parashikim që e kërkoni në momentin që ndodh fenomeni. Atëherë kemi www.astrologu.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjithçka juve ju intereson. Duke bler paketën tuaj, numrin për kartës të blerjes, më pas shkoni tek sekretaria dhe atje pastaj jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë shërbimin nëpërmjet WhatsAppit apo Viberit. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, dhe juve doni të dërgoni një mesazh, dhe duke dërguar mesazhin, që të merrni drejt për së drejti përgjigjen, kemi pikërisht këtë butonin këtu. Membership, ja e shikoni, ai butoni aty, duke klikuar, dhe atëherë e keni që juve të dërgoni mesazhe sekondare dhe atje hapet një dritare, por gjithashtu dërgoni dhe mesazhe në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve. Nga unë Njoro Pulla, ju uroj një ditë të mbarë të begat, por mos harroni qetësi dhe pozitivitet. Njoro Pulla, gjithë mirat.